kemi një emigracion të jashtëzakonshëm. Unë dje për kuriozitet, duke qenë se jemi ballafaqim vazhdueshëm, kam bërë një krahasim me vendet e rajonit, duke kërkuar dhëna dhe lëvizja emigratore, për shembull në Shqipëri përgjatë këtyre viteve arrin gati 20% e popullsisë dhe më shumë, ndërsa në Serbi arrin tek 9.7, Maqedoni 5.7, ndërsa Malizi Edvin, ka shtesë në popullsi, 600.000 e ca se janë ato, kanë shtesë përgjatë viteve krahasimisht nga 2011 që ka pas një census dhe tek ata në 2023. Ja pra që nuk është trend, sepse të majtët na paraqesin sikur Ballkani Perëndimor ka trend migrimin. Jo, shifrat tona janë shumë të dallueshme nga të gjithë të tjerët. Është ka të gjitha vendet, po shifrat tona janë krejtësisht jashtë çdo mesatare, janë gjithmonë shumë. Sepse ky alarm dhe ky realitet alarmues vjen nga mungesa e shërbimeve, nga braktisja, kur shteti e braktis qytetarin e largët, atëherë ai humbet çdo shpresë dhe ai afrohet se shteti është edhe siguri, në fakt, është edhe përkujdesje, është edhe mirëqenie se parat qytetari paguan. Dhe në momentin që ai e braktis, atëherë ai e ka marrë mesazhin, duhet ikni nga ky territor, ai ikën nuk vjen dot në qendrën e madhe të bashkisë, mund kapi deri diku Tiranën, ai që ka mundësi ekonomike, se ju e dini shumë mirë si është çështja e çmimeve në Tiranë, pjesa më e madhe pastaj largohen nga Shqipëria. Tirana çuditërisht ka vetëm një shtesë nga 2011-2023 vetëm 15.000 banor. Ndërkohë 40.000 ka humbur vetëm Shkodra në këtë fasho. 45.000 ka humbur Elbasani. 20.000 ka humbur Durrësi, ke 24.000 banorë. Tirana me këto çmime që ka, po nuk patë shtëpi më kollaj sistemohesh në një qytet të Europës sesa në Tiranë. Që të gjesh punë edhe banese të gjitha shpejt, po. Para ca ditësh bëri një krahasim kryeministri. Në fakt ka një element pafajësie aty, tha Tirana është bërë si New Yorku, po, në raport me çmimet, po. Po, këtu domethënë e quhet pafajshëm se instinktivisht duke ditë çmimet se kam bindjen që ai nuk e di nivelin e jetesës atit banorit të Zallbastarit apo Zallherrit. Ai di thjesht atë pjesën e atyre me cilat merret me planifikim urban me 10.000 metra, 10.000 euro metri katror apo gjëra të tilla dhe si New Yorku janë ato çmimet. Normal. Për të kthyer edhe një herë këty mendimit të qytetarëve, zoti Boshi, se them edhe një herë që është ndruar kjo dëgjesa publike në një forum se ne nuk kemi, në përveç parlamentit, ku ballafaqohen disa forca politike në vend dhe atyre emisioneve të darkës që kemi në televizione, kjo dëgjesë publike është i vetmi vend ku njerëzit me ide të ndryshme po ballafaqojnë, po dëgjojnë fundja njëri tjetrin, po thonë të vetat, po dëgjojnë ato të tjerëve dhe duhet të ishte pikërisht kjo, një, siç e thatë ju, që për bashkitë caktuara nuk ka ndarje politike, ka ndarje që ne jemi nga Hasja apo nga Konispoli dhe ne mendojmë njësoj këtë gjë. Dhe do ta kuptoja këtë që të kishte një mendim të njerëzve dhe oponencat ishte mendimi teknikëve për shkak se një njerëz që është në mënyrë teknike mund të thotë që një bashkim më i madhe mund ta bëjë këtë gjë në mënyrë më efikase dhe ata që jetojnë thonë jo ne nuk mendojmë kështu se na ndodhi dhe pa me sy tan që se si erdhën shërbimet. Në mos po ka edhe që nga ana teknike thonë jo kështu është më mirë siç e ka fundja dhe Bashkimi Evropian, sepse jo. Ka një ballafaqim aty në sallë që është interesant. Spari ka perla sinqeriteti dhe perla vërteta që burojnë nga ajo çka jetojnë qytetarët, ka mbyllje shkollash, mos kujdes shëndetësor, tash mos përfaqësim. Dhe kjo është pjesa artikuluar nga ai që merr shërbimin e pushtetit. Të gjitha janë të bashkisë. Do marrin në një formë gjërat më të rëndësishme që ka njeriu në jetë janë bashkisë. Po, sigurisht që nga lindja deri në fazat e ndryshme të jetës lidhen me bashkinë. Dhe ka edhe një ballafaqim me pjesën tjetër me ofruesit, themi operatorët ofruesi janë bashkitë e mëdha apo të mesme, që konsiderohen kështu pas 2014-s. Dhe aty pastaj pjesa lavdëruese teatrore, pjesa e
drejtimit është shumë e lartë, domethënë, ndërsa pjesa e sinqeritetit tek qytetarët është shumë bruto dhe shumë përplasëse. Kemi një ballafaqim që e kemi kërkuar, është një realitet bruto, i përcjell dhe për këtë kanë atë vlerën e tyre reale dhe konkrete. Përtej ati fjalori shpesh ta gravuar apo trumbullakosur që përdor politika për shkak të llogoreve të saj, normal dhe të luftës politike, edhe të pasionit brenda politik, por pasioni për të vërtetën pastaj te kalon të gjitha këto pasionet politike. Prandaj edhe dëgjesat kanë tërhequr shumë vëmendje, qytetarët janë shumë të interesuar dhe kanë edhe një moment shihimi lirie, ndjen të lirë për të thënë atë. Po se po i pyet dhe po i dëgjon dikush për herë të parë.